Për shkak të tragjedisë së ndodhur në Koçan si shkak pasojë e zjarrit që kaploi diskotekën Puls, partitë e vendit kanë shprehur ngushëllime deri tek familjet që humbën të afërmit e tyre. Nga partia në pushtet Vlen thonë se lajmin për këtë tragjedi e kanë marrë me një dhimbje të thellë dhe shumë pikëllim, nga ku dhe të gjitha aktivitetet e planifikuara për ditën e sotme i kanë anuluar për të qenë në krah të gjithë atyre që po përballen me pasojat e kësaj tragjedie. Në këto momente zi dhe dhimbjeje, shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta për familjet e viktimave dhe solidarizohemi me të gjithë të prekurin nga kjo fatkeqësi, në shenjë respekti për jetët e humbura dhe në solidaritet me familjet e prekura. Koalicioni Vlen anulon të gjithë aktivitetet e planifikuara për sot, përfshirë edhe konferencën për shtyp. Në këto momente të vështira, jemi pranë të gjithë atyre që po përballen me pasojat e kësaj tragjedie. Si shkak i kësaj ngjarje, edhe partia opozitare e LSDM ka shtyrë zgjedhjet e brendshme partijake për kryetar të partisë. Ndërkaq, nga partia njoftojnë se organizatat komunale të LSDM-s do të angazhohen në ndihmë të prekurve nga zjarri. Shprehim ngushëllimet tona më të thella për familjet, të afërmit dhe miqtë e atyre që humbën jetën në tragjedinë e madhe që ndodhi në Koçan. Të lënduarve urojmë shërim të shpejtë dhe të plotë. Në këto kohë të vështira, mendimet dhe lutjet tona janë me të gjithë ata që janë prekur nga kjo tragjedi e tmerrshme. Lidhur me tragjedinë në Koçan ka reaguar edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Ahmeti ka shkruar se ky është një moment i jashtëzakonshëm dhe i vështirë për të gjithë nga ne, nga ku të gjitha lutjet janë me familjet e viktimave. Sot zemrat tona janë të tronditura dhe të mbushura me dhimbje nga tragjedia e tmerrshme që ka ndodhur në Koçan, ku humbën jetën më shumë se 50 persona dhe shumë të tjerë u plagosën. Ky është një moment i jashtëzakonshëm dhe i vështirë për të gjithë ne, dhe në këto momente të dhimbjes së thellë, mendimet dhe lutjet tona janë me familjet e viktimave dhe me ata që po kalojnë nëpër këto vuajtje. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Zjadin Sela, lidhur me tragjedinë në Koçan, ka shkruar se ky është një mëngjes i trisht për të gjithë dhe se ndajnë dhimbjen me familjarët e viktimave. Mëngjes i trisht për të gjithë, të trishtuar thellë nga tragjedia e mbrëmshme në Koçan, ndajmë dhimbje me familjarët e viktimave. Zoti qoftë me ta. Ndërkaq ka reaguar edhe kryetari i Alternativës Zeqiria Ibrahimi, i cili ka shkruar se bëhet fjalë për një lajm trishtues dhe të dhimbshëm për të gjithë ne, duke shtuar se institucionet duhet të zbardhin rastin dhe përgjegjësia të adresohet saktë. Ngjarja tragjike në Koçan në të cilën jetën e kanë humbur dhjetëra të rinj është lajm trishtues dhe i dhimbshëm, i cili sot na preku të gjithëve, duke u shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjeve të viktimave. Lutemi që të vdekurit Zoti t'i mëshirojë, ndërsa të lënduarve u dëshirojmë shërim sa më të shpejtë. Institucionet duhet ta zbardhin rastin dhe përgjegjësia duhet të adresohet saktë. Reagim ka pasur edhe nga kryetari i Partisë Populli Zejtë Rexhepi, nga ku thotë se nga institucionet përkatëse presin që të zbardhin rastin sa më shpejt për të mbajtur përgjegjësi ata të cilët kanë neglizhuar sigurinë. Në këto momente të dhimbshme u shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjarëve dhe të afërmeve të viktimave. Nga institucionet përkatëse presim që të zbardhin sa më shpejt shkaqet e kësaj tragjedie dhe të mbajnë përgjegjësi ata që kanë neglizhuar sigurinë. Është thelbësore që të merren masa për të parandaluar ngjarje të ngjashme në të ardhmen. Kjo tragjedi është një moment i rënd për Maqedoninë e Veriut, nga ku dhe prej organeve kompetente po pritet që të zbardhet rasti me qëllim që të mbajnë përgjegjësi fajtorët e kësaj ngjarje.